Astrid Kalaja, një gjykatës 60 vjeçar, gjeti vdekjen sot brenda selisë së gjykatës apelit Tiranës. Ai është qelluar për hir të detyrës në momentin që ka dhënë, pra pak momente pasi ka dhënë një vendim gjyqësor nga njëra prej palëve kundërshtare në gjyq. Jo vetëm kaq, por autori i vrasjes, Elvis Shkambi, ka qelluar jo vetëm gjykatësin 3 herë, por dhe 2 përfaqësuesit e palës kundërshtare, të cilët janë për momentin të plagosur në spitalin e traumës. Vrasja e Astrid Kalas është padyshim më e rënda në këto 35 vite, e pa krahasueshme me asgjë tjetër, e pa ndodhur asnjëherë. Një gjyqtar që vritet brenda zyrës, po themi, ose brenda sallës së gjyqit. Është e paprecedent deri më sot, reagimet kanë qenë të jashtëzakonshme, të menjëhershme që nga Presidenti i Republikës, Kryeministri, kryetari i opozitës, ministri përfaqësues të qeverisë, të OSBE-s dhe institucioneve ndërkombëtare. Por vrasja e Kalas ka një sër pikpyetjesh. E para se si arriti autori të depërtojë brenda një prej godinave që duhet konsiderohet më të sigurta në Shqipëri, duke pasur me vete armë zjarri. Si shpjegohet që në Shqipëri ka arritur në këtë pikë që autori, sepse nuk është një vrasje kriminale që vjen si pasojë e konflikteve apo për të eliminuar kundërshtarët, është vrasje e mirëfillt e kalkuluar, autori i shnisur për të vrarë për hir të një konflikti pronash. Konflikti për këtë godinën që po shihni mbas shpinës time, për të cilën në fakt babai i autorit kishte bërë një tur mediash duke kërkuar vazhdimisht të zgjidhte problemin e tij, madje edhe në emisionin Stop në televizionin Klan. Cilat ishin rrethanat e vrasjes dhe mbi të gjitha, çfarë po ndodh me drejtësinë në Shqipëri, kur njëri prej përfaqësuesve të saj, krejtësisht në krye të detyrës dhe pa asnjë po quaj konflikt, humb jetën brenda sallës së gjykatës. Unë kam 5 të ftuar sot, 2 lidhje drejt për drejta, ne do jemi në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të emisionit fokusuar tek kjo ngjarje. Ndërkohë në